Të dashur qytetar, mirë se gjejmë njëri tjetrin në këtë tubim madhështor këtu në sallën Jetëtorin Prishtinë, kur na ndajnë fiks 2 javë nga zgjedhjet e 7 qershorit dhe fitoria e madhe edhe një herë edhe më e madhe e numrit 116. Më lejoni që në fillim të përshëndes të gjithë deputetët e ardhshëm të Kuvendit të Republikës nga legjislatura e 11 që do të dalë nga zgjedhjet e 7 qershorit. E në veçanti partnerët tonë të koalicionit parazgjedhor, Donika Gërvalla Shfars, kryetare e partisë Guxo, Mimoza Kusari Lilja, kryetare Alternativës, dhe gjithashtu në koalicion e kemi edhe Zef Morinës që udhëheq Partinë Shqiptare Demokristane të Kosovës. E këtu sonte neve na janë bashkuar edhe përfaqësues politik, zyrtar, politikan, kryetarët komunave nga Maqedonia e Veriut, Lugina e Preshevës, Mali Zi e Shqipëria. E në veçanti me neve këtu janë Bilal Kasami, kryetari i Tetovës, dhe Ardita Sinani, kryetare e Preshevës. Të nderuar të pranishëm, mandati i kaluar ishte mandati kur mbrojtja e drejt për drejt e shtetit nisi të ndihej në jetën e përditshme të qytetarit. Kur përkujdesja për nënat dhe fëmijët nuk mbeti vetëm premtim, por u kthye në mbështetje konkrete. Kur ushtria u rrit dhe u fuqizua, bujqësia u mbështet si interes strategjik kombëtar dhe rendi e ligji ushtrin në çdo cep të Republikës në të gjithë veriun e vendit. Sovraniteti nuk është as parull dite, as nocion abstrakt. Sovraniteti është prania e shtetit dhe dobia e kësaj pranie për çdo qytetar në çdo komunë, për secilin komunitet pa dallim. Ne nuk kemi punuar, as nuk punojmë për politikat përkohshme. Ne kemi investuar të themelit. Mbi to po ndërtojmë një republikë që mbështetjen e drejtë e ka ideal të përhershëm. Ndërsa punuam për nënat e fëmijët, veriun, ushtrinë dhe bujqësinë, në mandatin e ri kërkojmë për krahjen tuaj që ta nisim transformimin më të madh ekonomik e industrial të vendit tonë. Mandat i prodhimit, mandat i zhvillimit, mandat i vetëqëndrueshmërisë. Investime strategjike në sektorin minerar, në kapacitetet energjetike dhe në gazifikimin e qymyrit si bazë e zhvillimit industrial dhe sigurisë energjetike të vendit tonë. Shtet që prodhon, ndërton dhe fuqizohet nga puna e vetë. 4 hekurudha të reja, 5 diga me investime mbi 400 milion euro dhe 20 stadiume moderne me investime prej 250 milion euro. Shtet që lidh rajonet shqiptare dhe ndërthur ekonominë e infrastrukturën rajonale me atë evropiane. Shtet që lidh qytetet, zhvillon ekonominë dhe ndërton infrastrukturën për brezat që do të vinë. Zhvillimi i turizmit strategjik me investime qindra milionëshe e pra shtet që e kthen pasurinë natyrore në zhvillim dhe mirëqenie. Do të ngrem industrinë ushtarake të Kosovës,
prodhim vendor i municionit, i pajisjeve ushtarake dhe i teknologjisë bashkohore të dronëve luftarak. Shtet që mbron veten dhe ofron siguri. Shtet që lidh aleanca dhe forcon partneritete. Themelim i byros për konfiskimin dhe sekuestrimin e pasurisë pa justifikueshme për të shëruar plagët e korrupsionit dhe pasurimit të palegjshëm. Shtet ku ligji është mbi secilin dhe pasuria e palegjshme nuk gjen stre. Të dashur qytetar, ne ja kemi dalë falë mbështetjes suaj të madhe, që të punojmë për shtet social i cili mbron qytetarin dhe familjen, shtet sovran i cili ushtron autoritet nga do, shtet zhvillimor që prodhon, investon dhe ndërton, si dhe shtet ligjor i cili lufton suksesshëm krimin dhe korrupsionin. Shtet i sigurisë dhe mbrojtjes me ushtri të fuqishme dhe industri ushtarake vendore. Shtet energjetikisht i qëndrueshëm dhe ekonomikisht më i pavarur. Shtet që mbështet punën e ndershme, prodhimin vendor dhe fermerin punëtor. Shtet me infrastrukturë hekurudha e diga, me zhvillim industrial e drejtësi ligjore. Shtet që investon në dije dhe edukim, në shkencë, kulturë dhe teknologji. Shtet që ruan dinjitetin e luftës shqiptare dhe kujtesën kolektive. Pra shtet për krejt qytetarët e tij, pa lënë askënd anash. Ky projekt i zotimeve tona ka nevojë të jashtëzakonshme për ndihmën e secilit prej jush. Këto arritje e këto zotime kërkojnë përkrahjen nga secili dhe mobilizim të madh që të ruhen dhe të avancohen më tej. Që ta jetësojmë këtë program dhe këto zotime, nevojitet angazhimi e kontributi çdo njërit prej nesh në këto ditë gjatë gjithë fushatës e posaçërisht me 7 qershor në ditën e zgjedhjeve. Ky është projekt i të gjithëve dhe për të gjithë. Prandaj na duhet të punojmë secili që të mbërrijmë këto objektiva. Pra mbështetja juaj e madhe e bën të mundur zbatimin e këtyre zotimeve. Asnjëri prej nesh nuk duhet të mungoj me 7 qershor. Çdo mungesë është një mundësi më pak për të parë të jetësohet ky program. Ne jemi të vendosur, e ju vendosni vetë dhe bëhemi krejt bashk, krejt për shtet, sepse shtet për krejt. E tash të dashur pjesëmarrës të këtij tubimi, po paraqes para jush të gjitha zotimet tona në çdo fushë. Janë shumë zotime e nuk e di që i keni punë sonte me kohë, po do të zgjat pak. Për prodhimtarin, industrin dhe ndërmarrësin, ne do të veprojmë përmes bankës zhvillimore dhe programit 1 miliard euro mbështetje bizneseve prodhuese. Banka zhvillimore do të mbështetet për projektet strategjike dhe prioritare përmes financimit të kompanive. Me programin 1 miliard euro për prodhim dhe industri, do të mbështeten projektet strategjike dhe prioritare të industrisë, përfshirë industrinë kreative. Do të mbështeten investimet në kapacitete prodhuese përmes grantit të kredive për investitorët, e secili investitor do të ketë mundësinë të përfitojë nga garancia shtetërore për kredinë e nevojshme për investim, duke siguruar kësaj qasje më të lehtë në financim dhe kosto më të ulët të kreditimit. Do të bëhet amortizimi i përshpejtuar për investimet e reja. Përmes kësaj mase përmirësohet likuiditeti i bizneseve dhe lehtësohet edhe zhvillimi i kapaciteteve prodhuese
e kompanit kanë më shumë mjete financiare në dispozicion për paga, për lëndë të parë, për zgjerim të prodhimit dhe investime të reja. Shtetit ja kemi kthyer terminalet doganore, ashtu që të mos ketë më kosto zhvatëse për tregtinë e jashtme. Siç u patëm zotuar, të gjitha terminalet doganore tashmë janë publike. Paralelisht kemi nisur planifikimin e investimeve për modernizimin dhe zgjerimin e tyre. Në fund qershorit si vjet, pra për vetëm 1 muaj nga tani, nisin arkat fiskale digjitale. Kemi zhbër monopolin në këtë sektor dhe ua kemi lehtësuar barrën bizneseve. Punën do ta vazhdojmë me sistemin e ri të faturimit elektronik ndërmjet bizneseve, gjë që e automatizon rimbursimin e tatimit mbi vlerën e shtuar. Për të mbështetur likuiditetin e bizneseve, pagesa e TVSH-s për mallrat që hyjnë kufi do të zhvendoset nga kufiri në deklarim brenda vendit. Data e pagesës së detyrimit do të kaloj në muajin pasues nga muaji kur lind detyrimi në kufi. E për veturat e importuara nga vendet e Bashkimit Evropian do të hiqet taksa doganore prej 10% duke ulur koston e blerjes për qytetarët. Ligji për çmimet tavan i miratuar këtë pranverë do të ndihmojë në parandalimin e abuzimeve me marzha tregtare dhe të manipulimeve në treg, në mbrojtje të konsumatorëve dhe tregtarëve të ndershëm. Kemi qenë dhe do të vazhdojmë të jemi qeveria e cila investon mas shumti në inovacion, teknologji dhe zhvillimin e sektorit të teknologjisë informacionit. Do të nisim valutën digjitale të Kosovës bazuar në blockchain. E zhvilluar nga shteti, valuta jonë digjitale do të përdoret për pagesa dhe shërbime digjitale. Me këtë nismë, Kosova hyn në ekonominë e inovacionit, teknologjisë dhe sipërmarrjes së të ardhmes. Për kompanitë e teknologjisë së informacionit që po dëshmojnë rritje të qëndrueshme dhe potencial në punësim, do të ndërtohet ICT Tower Kula e teknologjisë së informacionit dhe komunikimit, pra Tek Kula apo Kula Tek. Ky do të jetë investim publik në qendër të Prishtinës për këtë sektor i cili përbën 6% të brutoproduktit vendor. E kompanitë e këtij sektori do t'i mbështesim me hapësira dhe objekte në qytetet kryesore. Do të hiqen kufizimet për njohjen e shpenzimeve të trajnimit si shpenzime të zbritshme, me qëllim të zhvillimit të kuadrove profesionale dhe të rritjes së konkurrueshmërisë së industrisë. Përmes fondit të inovacionit do të mbështeten të rinjt, startupet dhe mikrondërmarrjet, të vogla dhe të mesme në sektorin e teknologjisë dhe inovacionit. Fondi do të financojë zhvillimin e produkteve, shërbimeve dhe proceseve të reja, duke nxitur kreativitetin dhe ndërmarrësinë e të rinjve në Kosovë. Do të vazhdojë ndërtimi i infrastrukturës së inovacionit edhe ndërmarrësisë përmes parqeve të inovacionit dhe teknologjisë, qendrave të inovacionit dhe inkubatorëve teknologjik të biznesit dhe industrial. Këto projekte do të vendosen në komuna dhe universitete, duke e lidhur arsimin, aftësimin profesional dhe industrinë me kërkesat e tregut dhe zhvillimin e teknologjive të avancuara. Brenda mandatit do të nisim procesin për themelimin e një kompanie ajrore me kapital publik, me partneritet me aktorë të rëndësishëm të industrisë aviacionit brenda dhe jashtë vendit. E të njëjtën kohë do të investohet në shkollimin, trajnimin dhe certifikimin e specialistëve të aviacionit civil, për të krijuar kapacitete profesionale vendore dhe për zhvilluar një sektor të qëndrueshëm të aviacionit në Kosovë. Transportin publik në vendin tonë, që është një nga fushat ku kërkohet shumë angazhim dhe transformim, do të reformojmë
me jetësimin e programit On&Bon. Do të krijojmë rrjetin e integruar të transportit publik në të territorin e vendit. E nisim me trafikun urban në secilin komun, e hapi pasues vijon me trafikun ndërurban. Do të ketë bilet mujore të integruar, secili shfrytëzues do të mund të udhëtojë On&Bon Kosovës pa pasur nevojë për bilet tjetër dhe duke përdorur vetëm transportin urban dhe ndërurban. Bileta do të jetë subvencionuar me kosto minimale për shfrytëzuesit. Synimi është që me një kosto të përballueshme, prej vetëm 10 euro në muaj, secilit ketë mundësi të shfrytëzojë programin On&Bon. Këtë mandat 3 e nisi me projektin e madh Brezovica. Ne do të investojmë deri në 500 milion euro në infrastrukturë rrugore, akomodime moderne, pista të reja e rrjet bashkohor të teleforikut. E në rajonin e Dugagjinit, në Bjeshkët e Nemuna dhe në rrugovën tonë të jashtëzakonshme, do të zhvillojmë qendrën turistike Dugagjini. Këto investime do të realizohen duke bashkërenduar gjithë hapat institucional për të finalizuar projektin më të madh të turizmit malor, i cili do të zhvillohet në harmoni të plotë me mjedisin dhe parimet e zhvillimit qëndrueshëm. Do të sigurohemi që Brezovica dhe Dugagjini të bëhen të famshme jo vetëm në rajon, por edhe në Evropë e botë. Një nga vendimet kryesore të mandatit të ardhshëm është projekti për ringjalljen e bjeshkëve të Nemuna dhe maleve të Sharrit. Përmes granteve specifike për shndërrimin e staneve në bujtina ekologjike, ne ruajmë traditën dhe fuqizojmë ekonominë lokale në çdo familje në zonat e mbrojtura. E zhvillim të qëndrueshëm do të kemi në mandatin e ardhshëm edhe për malsinë e Gollakut dhe shalën e Bajgorës. Transformimi i këtyre dy zonave është jetik për gjallërimin e turizmit dhe ekonomisë në malsinë e Gollakut dhe shalën e Bajgorës. Do të kryejmë investime strategjike në infrastrukturë bazike, bujqësi dhe mbrojtje të natyrës për të shërbyer shtëpive të banorëve atje dhe për t'i kthyer ato në qendra të ekoturizmit të zhvillimit të qëndrueshëm të zonës. Krahas nismave që i kemi ndërmarrë gjatë qeverisjes, do të shtojmë përpjekjet dhe programet që fuqizojnë pjesëmarrjen e mërgatës në vend. Përmes dritares për investimet diasporës, do të mbështeten ndërmarrës nga diaspora deri në 100 milion euro investime që realizohen në Kosovë. Shteti i Kosovës do të jetë garant për investimet e mërgatës, për të gjitha kreditë që merren për investimet e tyre këtu, Shteti i Kosovës do të shërbejë si hipotekë për ta. Në Prizren, në Parkun e Inovacionit dhe Teknologjisë, do të zhvillojmë qendrën e parë për hulumtim dhe zhvillim në fushën e energjisë. Në bashkëpunim me partnerët gjerman, akademinë dhe profesionistët nga mërgata jonë, qendra do të zhvillojë zgjidhje për energji të sigurt, të përballueshme dhe të qëndrueshme për Kosovën. Zhvillimi nuk vjen vetëm nga resurset që i kemi, por nga dija, teknologjia dhe aftësia për t'i kthyer ato në fuqi ekonomike dhe shtetërore. Kemi kryer të gjitha obligimet që i paraprin integrimit të Kosovës në Single European Payment Area, pra zona unike evropiane e pagesave, apo SEPA, siç njihet shkurtimisht. Kështu do të krijohen lehtësi të mëdha për transferet e parave të mërgatës në Kosovë, sapo të formohet legjislatura e re, miratohet edhe ligji i tretë i fundit që na ka mbetur nga ndërprerja e mandatit ton, me antarësim në SEPA, rreth 60 milion euro do t'i kursej Kosova nga parat që mërgata jonë paguan për transferet e parave drejt familjeve të tyre.
Mësimi i gjuhës shqipe me plan program të dedikuar për fëmijët e familjeve që jetojnë dhe punojnë jashtë vendit është prioritet që do të mbështetet pa kursim. Së bashku me Shqipërinë do të sigurohemi që të zhvillohet mësimi i gjuhës shqipe në të gjitha shtetet ku ka komunitet të madh shqiptar. Do t'i digitalizojmë plotësisht shërbimet konsullore. Çdo pjesëtar i mërgatës sonë nuk do të ketë më nevojë që për shumicën e shërbimeve administrative të paraqitet patjetër fizikisht në konsullata e ambasada. Qeveria ka mundësuar kthimin e shtetësisë së Kosovës për pjesëtarët e mërgatës që e kanë humbur atë për shkak të kufizimeve në shtetin ku jetojnë apo rrethonave të tjera historike. Me datë 22 maj, pra pardje, ka hyrë ligji në fuqi. Dhe dashur bashkëdhetar, aplikoni dhe brenda afatit e rifitoni shtetësinë. Ne i kemi mbështetur familjet nga subvencionimi i energjisë elektrike deri te shtesat për fëmijë. Në mandatin e ri po shtojmë edhe një program të ri, të dedikuar për gjyshërit në familjet me fëmijë. Do të nisim skemën e mbështetjes për gjyshërit pensionist që kujdesen për nipat dhe mbesat në rastet kur të dy prindrit punojnë. Secila gjysh apo secili gjysh pensionist që kujdeset për mbesa dhe nipa të moshës prej 13 deri në 36 muaj, kur të dy prindrit janë në punë, do të përfitojë 100 euro shtesë mbi pensionin ekzistues. Edhe për nënat lehona kemi vepruar me përkushtim, fillimisht i nisëm shtesat prej 107 euro në muaj, sa ishte paga minimale asë kohe. Në vitin 2025 ato u rritën në 325.9 euro, ndërka që pardje me 22 maj 2026 shtesat u rritën në 500 euro në muaj për 6 muaj. Pra 3.000 euro për secilin nën lehon të papun, përveç shtesave mujore për fëmijët që gjithashtu i bartim në gjirëllogarinë e nënës. E të nderuar pjesëmarrës, shtesat për fëmijë nuk ekzistonin kur nisëm qeverisjen. Sot ato janë nga 30 deri në 45 euro për çdo fëmijë. Në mandatin e ardhshëm do t'i dyfishojmë shtesat për fëmijë nga 30 euro në 60 euro dhe nga 45 euro në 90 euro për çdo fëmijë. Kësaj mandatin e ardhshëm, kush i ka 3 fëmijë i merr 3.240 euro në vit, e kush i ka 5 fëmijë i merr 5.400 euro në vit. Paralelisht me masat për mbështetjen e vajzave në studime, grave në biznes, nënave me fëmijë, artisteve, sportisteve, në 6 muaj e parë të mandatit të ri do të nisë programi Superpunës për gratë. Programi do të garantoj pagën minimale për 6 muaj. Ai u dedikohet grave pa kufizim moshe që duan të hyjnë ose të rikthehen në tregun e punës, duke ju mundësuar punësim të ardhura dhe përvojë pune. Paga minimale nuk do të tatohet nga një kurriku, paga minimale do të jetë 500 euro. Kjo nuk kupton se për biznesin e vogël individual 6.000 eurot e para të fitimit vjetor do të jenë të liruara nga tatimi. Paga mesatare në sektorin publik me trendin aktual e kalon 1.000 euro në mandatin e ardhshëm, e gjatë mandatit të fundit ju e dini që buxheti për paga është rritur për 47% dhe me vazhdimin e rritjes ekonomike do të vazhdoj edhe rritja e pagave.
Raporti ndërmjet pagës më të lartë dhe pagës më të ulët është përmirësuar nga 20-1 në 4-1. Pra, edhe janë rritur pagat, edhe është ullur pabarazia. Nga viti 2026, do të nisim përcaktimin me ligj të pagës së 13 për sektorin publik, por edhe për sektorin privat. Pas dialogut me sektorin privat, synimi ynë të dashur qytetarë është që në bashkërendim me bizneset dhe me punëtorët, ta planifikojmë gradualisht edhe pagën e 14. Sepse çdo familje duhet të ketë më shumë siguri për pushimet, për shpenzimet sezonale dhe nevojat familjare. Ndërkaq bizneset të kenë më shumë stabilitet, më pak largim të punëtorëve dhe fuqi punëtore më të sigurt e më të motivuar. Kushdo që e humb vendin e punës nuk do të mbetet më me një herë pa të hyra. Fondi i sigurimeve shoqërore do të garantojë mbështetje financiare për çdo punëtor për një periudhë caktuar. Ky fond do të mbulojë edhe pagesën e pushimit të lehonisë dhe pushimit prindor si për nënën ashtu edhe për babain. Për mbrojtjen e të drejtave të punëtorëve dhe sigurinë në punë në mandatin e ri do të arrisim sërish numrin e inspektorëve të punës deri në 200 inspektor, do të digitalizohet plotësisht sistemi i raportimit dhe menaxhimit të rasteve të shkeljes drejtave në punë, kështu nuk do të mbetet pa trajtim, pa mbikëqyrje dhe pa përgjegjësi asnjë rast. Çdo shpërfillje apo abuzim do të jetë i gjurmueshëm, duke rritur transparencën, efikasitetin dhe mbrojtjen e punëtorëve. E ligji i ri i punës do të vendos standard të ri bashkohor për drejtat dhe sigurinë e punëtorëve. Siguria ligjore për punëtorin në sektorin privat dhe publik do të jetë e barabartë. Vëmendje e veçantë do t'i kushtohet garantimit të plotë të drejtave të punëtorëve në sektorin privat, por edhe rritjes së efikasitetit dhe llogaridhënies në sektorin publik. Në vitin e parë të qeverisë Jeson, ne hoqëm pagesën e studentëve duke e bërë falas shkollimin në universitetet publike. Ne kemi një seri programesh. Të bursave të bazuara në merita dhe prioritete strategjike shtetërore që i kemi aplikuar gjatë mandatit të kaluar. Me qeverinë në detyrë, gjatë vitit 2025, e kemi realizuar zotimin tonë për bursat e mobilitetit dhe mbështetjen për të gjithë studentët. Me këtë program, mbështeten të gjithë studentët në nevojë, të cilët kryejnë studimet në një lokacion tjetër prej atij ku jetojnë. Studentët që kualifikohen për programin e bursës mobiliteti për student, për çdo muaj do ta marrin një bursë. Shuma varet nga distanca midis vendit ku studiojnë dhe vendit ku jetojnë. Sa më larg të kenë nevojë të studiojnë, aq më shumë do të përfitojnë. Pasi që e rritëm mbështetjen për studentët në universitetet publike dhe për studentët vajza e gra në STEM, mbështetjen me bursa do të zgjerojmë edhe për studentët që vijojnë studimet në shkollimin universitar jo publik pranë kolegje private. Për këtë do të dyfishojmë buxhetin e ndarë për bursa nga ai i cili e kemi aktualisht. Do të vazhdojmë me prioritet lartë mbështetja për edukimin e hershëm, sepse pa numër studime kanë treguar që karriera profesionale, cilësia e jetesës për fëmijët në jetën e mëtutjeshme kur do të rritën një ditë, varet
tejet shumë nga edukimi i hershëm. Vendi ynë, të dashur qytetar, i ka 108.000 fëmijë prej 1 deri në 5 vjeç, e krahas rritjes së përfshirjes së tyre në qerdhe publike, do të nisë edhe sistemi i bonove për prindrit që vendosin të dërgojnë fëmijët e tyre në qerdhe jo publike. Synimi ynë është që në ciklin parafillor të përfshihen të gjithë fëmijët nga mosha 5 deri në 6 vjeç, e aktualisht janë 20.000 fëmijë të kësaj grup moshe në vendin tonë. Për të diplomuarit në fushën e pedagogjisë, hyrja në profesion do të bëhet pas licencimit në nivel shtetëror. Licencimi avansuar i mësimdhënësve në nivelin sipror do të shoqërohet me rritjen e pagesës për ta. Gjatë vitit 2025 u realizua ky proces për mësuesit e klasave prej 1 deri në 5 dhe për arsimtarët e gjuhës dhe të matematikës. Gjatë mandatit të ri do të shtrihet në të gjitha lëndët, nivelet dhe profilet. Do të vijoj dhe thellohet procesi rishikimit dhe i rivlerësimit gjitha teksteve shkollore. Nga gjuha dhe matematika që i rishikuam tashmë, do të vazhdojmë me të gjitha tekstet e tjera për arsimin parauniversitar. Për disa lëndë do të nisë përkthimi dhe digitalizimi i materialeve shkollore. Mësimi plotësues po përgatitet si program i veçantë dhe i shtrirë në të gjitha shkollat e vendit, me të nisë vala e re për transformimin cilësor të mësimdhënies në shkollat tona. Do të hapen 5 gjimnaze të specializuara për shkenca natyrore, teknologji, gjuhë dhe arte. Për profesionistët me doktoratura dhe kualifikim të lartë, që angazhohen në shkollat e komunave më të largëta, do të ketë bonus të veçantë për angazhimin e tyre. Do të nisim zbatimin e shkollës gjithditore me shtrirje graduale në të gjitha shkollat, me artin, sportin dhe mësimin digital si pjesë të programit. Investimet në përmbajtje, infrastrukturë, laborator, kabinete dhe aktivitete jashtë kurrikulare do të krijojnë kushtet për organizimin e mësimit gjithditor. Këtë vit, në bashkëpunim me Ministrinë e Sportit, do të nisim përgatitjen e programit të garave shkollore në sporte kolektive e individuale si hap i parë drejt ligave të shkollave. Arsimin dhe sportin do ta lidhim fort ngushtë. E garat sportive edukojnë për konkurrencë fair. Garat sportive edukojnë për konkurrencë fair dhe me rregulla dhe njëkohësisht e zvoglojnë dhunën jo vetëm në shkolla në mesin e adoleshentëve. Për fëmijët me nevoja të veçanta do të kemi program të zgjeruar ndihme në shkollë me logoped, psikolog, aktivitet sportiv dhe aktivitete rekreative të veçanta. Për arsimin dual dhe profesional do të krijojmë platformën me profilet e secilit të diplomuar për qasjen tregun e punës, teksa do të shtojmë edhe 10 profile të reja. Në arsimin profesional do të vijojë forcimi me investime në mjete mësimore, marrëveshje me industrinë dhe fushat ku përgatiten nxënësit. Krahas këtyre masave do të krijojmë shërbimin profesional të këshillimit në karrierë në shkolla, me këshilltar të trajnuar dhe orientim të hershëm të nxënësve drejt profesioneve që kërkohen në tregun e punës në Kosovë. Digitalizimi i certifikatave dhe i materialeve shkollore, platforma digjitale për menaxhimin e shkollave ditarëve janë hapat tonë të radhës. Klasa do të pajisim me tabelat mençura, do të shtrijmë internet me shpejtësi të lartë në 1000 institucione të arsimit parauniversitar, duke siguruar qasje falas në internet. Universitetet publike do të profilizohen sipas drejtimeve kërkimore shkencore dhe aplikative. Do të mbështeten programet e kërkimit shkencor dhe do të nisë financimi i universiteteve publike bazuar në performancë dhe cilësi akademike. Përmes ristrukturimit,
të fondit të shkencës dhe fuqizimit të institucioneve universitare, profesorëve universitar, do të krijohen mundësi për të ardhura shtesë mbi pagën bazë. Kjo përmes punës shkencore, shërbimeve profesionale dhe projekteve të bashkëpunimit ndërkombëtar. Në qendrën e studentëve të Universitetit Prishtinës Hasan Prishtina do të ndërtojmë një konvikt të ri dhe 3 salla të reja për bibliotekën universitare brenda qendrës studentëve. Çdo qytetari yni në kuadër të shëndetësisë publike dhe zotimit tonë për investime gjithnjë më të mëdha do ta ketë mjekun familjar dhe do të jetë brenda regjistrit të kujdesit parësor shëndetësor. Prej vitit të ri fillon plani për kontrollin dhe mbikëqyrjen shëndetësore për çdo qytetar. Çdo vit secili e secila do të ketë një kontroll të plot mjekësor. Sistemi i njohur si check-up do të parandaloj, ndihmoj dhe mbështes kundrejt çdo rreziku që vjen nga problemet shëndetësore. Pastaj, vizitat parandaluese të rregullta për grup mosha të rrezikuara do të standardizohen në institucionet e kujdesit parësor shëndetësor me qëllim zbulimin e hershëm dhe parandalimin e sëmundjeve malinje. Përmes investimeve në kujdesin parësor shëndetësor, do të forcohet mbështetja për nënat dhe fëmijët, që nga periudha e shtatzanisë deri në moshën 6 vjeçare. Përveç kontrolleve të rregullta për gratë shtatzëna dhe vizitës pas lindjes në shtëpi, çdo fëmijë në Republikën e Kosovës deri në moshën 6 vjeç do të ketë vizita të rregullta për të ndjekur dhe mbikëqyrur zhvillimin e tij apo të saj. Do të nisim një program të ri për mbrojtjen e shëndetit dhe mirëqenjes fizike e mendore. Kësaj parandalimi, aktiviteti fizik dhe mirëqenja do të jenë pjesë e jetës së përditshme komunitare. Përmes programit Lëvizim për shëndetësi, do të nisim investime publike për aktivitete rekreative dhe sportive në gjitha komunat. Sporti është zgjidhja më e mirë për pasivitetin e të rinjve dhe kontribues i madh për shëndetin fizik dhe mendor. Qëllimi ynë është promovimi i jetës së shëndetshme dhe parandalimi i sëmundjeve kronike. Do të ndërtojmë një sistem modern të sigurisë ushqimore me kontrolle të rrepta dhe standarde të larta, që mbron shëndetin e qytetarëve dhe garanton cilësinë e çdo produkti në treg. Pas hyrjes në fuqi të ligjit për sigurime shëndetësore, i cili u votua në lexim të dytë dje një muaj, hapet rruga drejt funksionalizimit përfundimtar të sistemit të sigurimeve shëndetësore. Aktualisht shërbimet shëndetësore në institucionet publike mbulohen kryesisht nga buxheti i shtetit. Sigurimet shëndetësore të dashur qytetar nuk nënkuptojnë shërbime falas. Ato janë mekanizëm solidariteti dhe mbrojtje sociale, i financuar nga shteti, punëdhënësit dhe punëtorët. Në këtë mënyrë, askush nuk do të përballet me varfrim apo falimentim si pasojë e një smundje ngjarje të rënd shëndetësore. Përfitimi i parë për qytetarët nga ligji i sigurimeve shëndetësore që miratuam është lista e rimbursueshme e barnave. Me këtë listë, për herë të parë mbështeten qytetarët për shpenzimet e barnave jashtëspitalore. Secili qytetar me letërnjoftim dhe me resetën e lëshuar nga mjeku do të mund të paraqitet në barnatore dhe të pajiset me barnat nga lista e barnave që subvencionohen. Për listën esenciale të barnave, buxheti do të rritet deri në 100 milion euro,
Gjithashtu çmimet e bornave tashmë janë unifikuar në gjithë vendin tonë. Në mandatin e ri do ta decentralizojmë në tërësi shërbimin shëndetësor. Nga punët e para në këtë drejtim do të jenë shërbimet mjekësore onkologjike në spitalet e përgjithshme. Kështu, të sëmurët do të kursehen nga udhëtimi dhe mundimi, krahas tyre do të sigurohen edhe shërbimet e dializës aty ku ende nuk ofrohen. Për këtë do të investojmë në çdo spital rajonal, duke shtuar pajisje, shërbime të reja dhe infrastrukturë moderne. E gjatë vitit 2026, në cilën ndodhemi tani, do të zbatohet plani për funksionalizimin e shërbimit të rezonancës magnetike në spitalin e përgjithshëm të Gjakovës, Ferizajt dhe Gjilanit. Ju e dini të dashur qytetarë se para qeverisjes sonë për 20 vjetë kanë qenë vetëm 2 rezonanca magnetike në Kosovë. Në mandatin tonë i shtuam 3, në Pejnë, Prizren dhe në pediatri në qendrën klinike universitare të Kosovës, e tash pra në mandatin e ardhshëm dhe atë qysh në këtë vit do të zbatohet plani edhe për 3 të tjera në Gjakovë, Ferizaj dhe Gjilan. Ndërkaq në qendrën klinike universitare të Kosovës do të vendoset në përdorim rezonanca magnetike 3 Tesla e teknologjisë së fundit. Po punohet në ndërtimin e spitaleve të reja në Mitrovica dhe në Ferizaj. Spitalet e përgjithshme në gjithë vendin do të transformohen në infrastrukturë, teknologji mjekësore dhe zgjerim të shërbimeve shëndetësore. Spitalet do të kenë pajisje diagnostike, laborator të avancuar për realizimin e analizave dhe shërbime bashkohore. Gjatë fillimit të mandatit, çdo spital publik në vend do të pajiset me shërbimin e tomografisë kompjuterike apo CT-s, siç njihet në mënyrë të popularizuar. Kështu qytetarët do të kenë qasje të barabartë në diagnostikim në të gjitha rajonet e Republikës. Do të rritet dhe intensifikohet programi i trajnimit profesional dhe specializimit të stafit shëndetësor. Fokusin do ta kemi në shërbimet deficitare në sistemin publik dhe avancimin e stafit të mesëm mjekësor. Poliklinika specialistike do të ndërtohen në Drenas, Sharr, Viti, Rahovec dhe Leposaviç, ashtu siç është bërë tashmë në Podujev. Ato do të ofrojnë shërbime publike të specializuara, duke e lehtësuar marrjen e kujdesit mjekësor dhe duke ulur shpenzimet për buxhetin familjar. Do t'i hapim poliklinika specialistike stomatologjike në Prishtinë, Pejë, Gjakovë, Prizren, Gjilan, Mitrovica, Ferizaj dhe Podujev. Këto klinika do të ofrojnë shërbime stomatologjike publike, cilësore dhe të përballueshme. Do të ndërtojmë rrjetin e laboratorëve publik që të mbulojë gjitha llojet e analizave. Kostoja e shërbimeve do të jetë e përballueshme për çdo qytetar. Nëpërmjet programit 1 miliard euro për prodhuesit do të mbështesim prodhimin e produkteve medicinale brenda vendit si një masë strategjike për sigurinë e furnizimit. Përmes mbështetjes më të madhe për bujqësinë në rajon, e kemi rikthyer besimin se mbështetja shtetërore ndahet drejt. Por edhe se nga puna në bujqësi mund të jetohet e fitohet me dinjitet. Mbi 120.000 fermer kanë përfituar mbi 300 milion euro në grante dhe subvencione. Për herë të parë mbështetja ka shkuar të fermerët real, duke ndalur abuzimet dhe shpërdorimet që për vite me radhë e kanë dëmtuar sektorin e bujqësisë. Në mandatin e ri, përqendrimi ynë do të jetë rregullimi i tregut të prodhimeve bujqësore. Do të mbështesim rritjen e produktivitetit, konkurrueshmërisë, pastaj sigurinë ushqimore, rrjedhësimin e mbledhjes dhe shpërndarjes së produkteve bujqësore. Pas subvencionimit të akcizës së naftës për fermerët, tash do të krijojmë skemën kombëtare të sigurimit të prodhimit bujqësor nga fatkeqësitë natyrore. Fermeri nuk do të pres me muaj të tërë për vlerësime dhe dëmshpërblime. Do të ndërtojmë sistem të strukturuar sigurimi që mbron ekonominë familjare dhe prodhimin vendor.
Do t'i rrisim investimet në prodhimin vendor bujqësor përmes mbështetjes direkte të fermave, pemishteve, serrave dhe blegtërisë. Investimet do të ndihmojnë në uljen e kostos prodhimit, rritjen e rendimentit dhe forcimin e konkurrueshmërisë së produkteve bujqësore të Kosovës brenda dhe jashtë vendit. Të gjitha prodhimet e fermerëve tonë do të përkrahen me standardizim, certifikim dhe shitje. Çdo prodhim i standardizuar dhe i certifikuar do të ketë treg të garantuar. Prodhimet tona të certifikuara do të jenë të mbrojtura me ligj. E do të mbështesim krijimin e organizatave të prodhuesve, kooperativave bashkohore dhe bashkëpunimin mes fermerëve për grumbullimin e përpunimin deri te shitja e përbashkët e prodhimit. Kësaj i rrisim kapacitetet për eksport dhe sigurojmë kontraktim të produkteve bujqësore. Prioritet do të jetë zhvillimi i kapaciteteve për përpunimin e mishit edhe të qumshtit, magazinimin, zinxhirin e ftohtë dhe standardizimin e produkteve bujqësore. Qeveria do të mbështes investimet në certifikimin për eksport sipas standardeve evropiane, për t'ju mundësuar fermerëve dhe prodhuesve të Kosovës qasje në tregjet rajonale dhe evropiane. Do të hapet mundësia për aplikim për grante gjatë tërë vitit. Kështu fermeri nuk do të ketë më ngarkesën edhe stresin e përgatitjes së projekt aplikimit për një kohë të shkurtër. Ai do të përgatitet më mirë dhe do të aplikojnë sektorin ku ka përvojë dhe treg për shitje. Vëmendje veçantë do t'i kushtohet zgjatjes së sezonit prodhues, rritjes së vlerës së prodhimit dhe aspektit shumë qëllimor. Do të përkrahim fermat dhe fermerët me grante të vogla për t'i bërë më rentabile përmes bashkëpunimit, standardizimit, grumbullimit, përpunimit dhe kontraktimit të prodhimit me blerësit. Kemi planifikuar mbështetje dedikuar edhe të rinjve që duan të punojnë e të investojnë në bujqësi. Do t'i financojmë fermat e reja. Prioritet do të kenë projektet inovative, bujqësia ekologjike, prodhimi me vlerë të shtuar dhe iniciativat të cilët hapin vende pune në përfshatra, në zonat rurale. Pas eliminimit të 10 dokumenteve dhe ditëve të humbura për aplikim për subvencione, që në vitin e dytë të mandatit ton, të ri do të krijohet mundësia për të aplikuar nga shtëpia. Fermeri do të mund të përcjell online dhe përmes telefonit gjithë procesin, nga aplikimi deri te pagesa e subvencionit. Karta e fermeri do të ketë identitet dhe integritet të mbrojtur. Ajo do të jetë e sigurt për blerjen e inputeve, marrjen e këshillave, përfitimin e subvencioneve, qasjen në financa dhe deri te shitja e prodhimit. Karta garanton që blerja e pesticideve, plehrave dhe farrave të jetë e duhura, pra e saktë në sasi dhe në cilësi për secilin fermer dhe për çdo kulturë që e kultivon. Krijimi i sistemit të thjeshtë elektronik për regjistrimin e punëtorëve sezonal i ndihmon fermat. Bujqet dhe bizneset bujqësore do të mund të regjistrojnë përkohësisht punëtorët pa procedura të rënda burokratike. Në këtë mënyrë formalizohet puna sezonale dhe ajo njihet më pastaj si përvojë pune për secilin. Do të krijojmë 3 zona të hortikulturës intenzive, në forcim të prodhimit vendor e për vendet reja të punës. Jemi të vendosur për zhvillimin e prodhimit bujqësor ekologjik, sepse ai është jetik për shëndetin e popullsisë. E për këtë do të mbështesim me prioritet të lartë ata fermerë që investojnë këtë drejtim. Do të bëjmë rehabilitimin, modernizimin dhe zgjerimin e sistemit të ujitjes. Aty ku ka sistem ekzistues, ai do të rehabilitohet dhe modernizohet. Aty ku mungon, do të planifikohet shtrirja e tij. Krahas ndërtimit të digave, do të shtojmë investime në sisteme të reja dhe efikase të ujitjes.
Me ujitje funksionale dhe moderne, fermeri punon dhe investon në kultura rentabile. Ferma shndrohet në ekonomi prodhuese, e cila edhe siguron tregun vendor edhe na I rrit eksportet jashtë vendit tonë. Sa I përket furnizimit me ujë të pijes, do të përfundojmë projektimin dhe më pas ndërtimin e gjithë rrjetit të ujësjellësit në të gjitha lokalitetet e banuara ku mungon ai. Për të garantuar sigurinë e furnizimit me ujë, do të nisë puna për 5 diga të reja. Do të ndërtohen 5 rezervuar për ujë të pijes, ujitje dhe industri, ndërsa për 4 të tjerë janë duke u përgatitur studimet e fizibilitetit. Rezervuarët që do të ndërtohen janë rezervuari I poshtëm I Firajës në Shtërpës, rezervuari I Pollatës në Podojev, rezervuari I Kuqisës në Skënderaj, rezervuari I Dragaçinës në Suarek dhe rezervuari I Desivojcës në Kamenic Dardon. Në fshatrat tona, të nderuar të pranishëm, ka shumë probleme me kanalizimet, përkatësisht me mungesën e tyre. Zgjidhja që adreson me efikasitet këtë problem madhor janë impjantet e vogla. Çdo fshat I madh dhe grup fshatrash do ta kenë impjantin e vet të trajtimit të ujrave. Puna me impjantet e vogla do të nisë nga kanalizimet pranë rrjedhave të lumejve dhe burimeve ujore. Mbrojtja nga përmbytjet do të adresohet përmes një aksioni për riparimin dhe ndërtimin e argjinaturave të lumejve. Revitalizimi I ekosistemeve ujore do të trajtohet si prioritet strategjik për mbrojtjen e mjedisit dhe përmirësimin e cilësisë së jetës. Paralelisht, do të nisë rigjallërimi I rrjedhës së lumit Lepens dhe lumit Dren përmes rehabilitimit mjedisor, pastrimit dhe rregullimit të brigjeve e të shtratrave të lumejve, si dhe ndërtimit të shtigjeve rekreative për ecje dhe ciklizëm, duke I kthyer këto zona në hapësira funksionale për qytetarët dhe turizmin lokal. E për të rritur eficiencën dhe menaxhimin e qëndrueshëm të ujit, meqense edhe më tej kemi shumë humbje të ujit në sistem, do të ofrohet mbështetje financiare për ndërtimin e sistemeve të grumbullimit dhe shfrytëzimit të ujit shiut për ujitje dhe nevoja sanitare. Kjo mos synon kursimin e burimeve ujore, uljen e kostove për familjet dhe bizneset, si dhe krijimin e praktikave më të qëndrueshme në përdorimin e ujit. Përballueshmëria e çmimeve, pavarësia energjetike dhe ndikimi në shëndet janë parsore për politikën tonë energjetike. Prandaj, të dashur qytetarë, do të investojmë në kapacitete elektroenergjetike që bazohen në burime vendore, në sisteme të ngrohjes qendrore dhe në eficiencë të energjisë. Njëherëzi do të punojmë për modernizimin e sistemit energjetik dhe integrimin e tregut të energjisë elektrike në nivel rajonal dhe evropian. Për siguritë furnizimit, vijojnë investimet në termocentralet Kosova A dhe Kosova B. Kështu po rrisim kapacitetin e tyre për së paku 20 vite dhe ulim ndotjen në mbrojtje të shëndetit. Kapaciteti prodhues I termocentralit Kosova B po rritet së paku 20%, apo 120 megawatt bruto. Emetimit e pluhurit ulen për 97%, ndërsa emetimet e oksideve të azotit ulen për 75%. Rehabilitimi I thellë I njësive të termocentralit Kosova A do bëhet, e kjo e rrit kapacitetin prodhues për 60%. 80 megawatt bruto për një njësi e deri në fund të mandatit ton, së paku 2 njësi, pra 160 megawatt shtesë në termocentralin Kosova A.
Me investime publike e private, kapacitetet e burimeve të ripërtrishme po trefishohen. Nga projektet e nisura do të kemi së paku 305 MW kapacitetet të erës dhe 250 MW kapacitetet diellore, duke arritur që 20% e energjisë që konsumojmë të vijë nga burimet e pastra të ripërtrishme të energjisë. Sistemi i baterive për rezerva, 340 MWh energji, e rrit stabilitetin e rrjetit elektroenergjetik, integron burimet e ripërtrishme në rrjet dhe ndihmon në mbajtjen e çmimeve në nivele të përballueshme. Po e planifikojmë edhe gasifikimin e Qymyrit për prodhim të energjisë, projekt i cili do të na hap mundësi të mëdha e të reja. Njëkohësisht, do të investojmë bashkë me Shqipërinë në ndërtimin e kapaciteteve të përbashkëta energjetike. Pas bashkimit të tregut të energjisë elektrike me Shqipërinë, përmes bursës shqiptare Alpex, Albanian Power Exchange, po vijon integrimi rajonal i tregut. Paralelisht po bëhen përgatitjet për integrimet e Kosovës në tregun evropian të energjisë elektrike. Do të ndërtojmë sisteme të reja të ngrohjes qendrore, për shkak se një pjesë të madhe të energjisë elektrike në vendin tonë ne e shpenzojmë për ngrohje gjatë stinës së dimrit dhe jo vetëm. Prandaj do ta dyfishojmë kapacitetin dhe mbulueshmërinë e ngrohjes qendrore në Prishtinë. Termokosi shton 50 MW termik. Gjatë mandatit do të përfundoj dyfishimi i kogjenerimit në termocentralin Kosova B nga 140 MW termik në 280 MW termik, projekti i ngrohjes qendrore në Obiliq dhe ngrohja qendrore solare në Prishtinë. Edhe në termocentralin Kosova A do të shtohen 200 MW termik. Pa vonesa fillon puna me projektet për ngrohjen qendrore në qytetet Gjilan, Ferizaj, Prizren, Pej, Mitrovic, Fushkosov, Podujev dhe Lipjan. E do të vazhdojmë investimet edhe në eficiencë të energjisë me buxhet 150 milion euro i përkrahim familjet të cilët kanë nevojë për izolimin e shtëpive të tyre. Do të rinovojmë 400 ndërtesa publike si shkolla, spitale e të tjera dhe do të përkrahim financiarisht së paku 8.000 familje për izolimin e shtëpive të tyre apo investime të tyre në eficiencë të energjisë. Do ta nisim rinovimin e banesave shumëkatëshe në Prishtinë, Gjilan, Mitrovic, Podujev dhe Gjakov e do ta rrisim mbështetjen me grante për biznese, për sisteme solare dhe eficiencë të energjisë. Sektori minerar është sektor strategjik me rëndësi për ekonominë dhe sigurinë kombëtare. Prandaj do të themelojmë partneritete strategjike në nivel shtetëror për hulumtime dhe investime të përbashkëta në këtë sektor. Do të ndahet një fond prej rreth 50 milion euro për skanimin e plot të burimeve tona natyrore dhe për futjen e tyre në ekonomi në funksion të zhvillimit. Trepça do të jetë në qendër të sektorit minerar, ndërkohë që hulumtimet dhe investimet do të zgjerohen edhe në zona të tjera me potencial të lartë. Në Trepç, si bashkëinvestitor, do të inkuadrohet një korporat minerare me përvojë të gjatë e reputacion të lartë në bashkëpunim të ngushtë me një nga vendet mike të Republikës sonë. Do të ndjekim politika aktive për uljen e ndotjes së ajrit, përmes rregullave parandaluese, do të krijohet brezi i gjelbër Prishtinë-Obiliq-Fushkosov përmes pyllëzimit masiv dhe krijimit të korridoreve të gjelbra mbrojtëse. Do të bëhet gjelbrimi sistematik i autostradave dhe rrugëve nacionale, duke i shndruar ato në korridore ekologjike, që është një nga masat e menjëhershme që do t'i ndërmarrim.
do të mbyllim të gjitha deponit ilegale dhe do të krijojmë një sistem të ri, modern dhe të sigurt për menaxhimin e mbeturinave. Brenda këtij mandati do të mbyllim përfundimisht deponinë e Mirashit, duke i dhënë fund ndotjes shumëvjeçare në zonën e Obiliqit. Ky të dashur qytetar është një hap vendimtar për mbrojtjen e mjedisit dhe të shëndetit publik. Në të njëjtën kohë do të caktojmë lokacionin e ri për ndërtimin e një deponie moderne për rajonin e Prishtinës, e cila do të funksionojë sipas standardeve më të larta ekologjike. Do t'i mbrojmë qytetarët nga përmbytjet dhe valët e të nxehtit, si hap i parë do të funksionalizohet sistemi i paralajmërimit në kohë reale. Do të ripyllëzohen brigjet e lumejve për të parandaluar vërshimet dhe do të ndihmohen komunat në pastrimin dhe rekonstruksionin e kanaleve kolluese. Blinaja do të transformohet në një park modern, edukativ dhe rekreativ me investime të plota për frekuentimin e qytetarëve. E në mandatin e ri, i cili do të jetë edhe mandat i hekurudhave, siç kemi thënë, do të fillojmë me ndërtimin e linjës Gjakov-Shkodër në kuadër të hekurudhës Prishtinë-Durrës, e cila mbase duhet vazhdoj deri në Sarand, dhe do të projektojmë linjën hekurudhore që lidh Prizrenin e Ferizajn me Gjilanin dhe Bujanosin. E nisim përgatitjen e linjës Prishtinë-Aeroporti ndërkombëtar Adem Jashari, e në mandatin e ardhshëm përfundon linja hekurudhore 10 Hani Elezit, Fushkosov, Mitrovic, Leshak. Projektet e mëdha infrastrukturore janë lidhja me korridoret kryesore rrugore. Përfundojmë autostradën e Gjilanit deri te dhe Ujbardh dhe kyçjen në korridorin 1. Përfundojmë rrugën që e lidh Prizrenin me Tetovën. Fillon ndërtimi i magjistrales së Dugagjinit, e cila lidh Prizrenin, Rahovecin, Gjakovën dhe Deçanin me Pejën dhe Istogun. Rrugët Dolc-Gjakov dhe Kijev-Zahaq po finalizohen krahas rehabilitimit dhe modernizimit gjitha rrugëve rajonale. Synimi ynë është ndërtimi i sa më shumë akseve rrugore lidhëse ndërkufitare me qëllim përmirësimin e lidhjes ndërmjet vendbanimeve të Kosovës dhe atyre të Shqipërisë, pastaj lidhjeve me Maqedoninë e Veriut dhe Malin e Zi. E sigurimi i qasjes përmes infrastrukturës për qendrat historike dhe turistike është po ashtu një nga prioritetet e mandatit që vjen. Programi i ndriçimit të mençur për të gjithat autostradat do të fillojë në këtë mandat të ri, duke rritur sigurinë dhe gjithashtu eficiencën në kursimin e energjisë. Ndërtimi i portit të Thot, i cili e vendos Kosovën në hartën ballkanike të transportit të mallrave, është një nga projektet madhore që do ta finalizojmë. E ju e dini që të gjitha këto janë të mundura për shkak se në vitet 2023, 24 dhe 25 rregullisht i kemi thyer rekordet me shpenzime kapitale. I kemi pas 547 milion euro shpenzime kapitale në vitin 2023, 651 milion euro në vitin 2024, 729 milion euro në vitin 2025 dhe në vitin 2026 dhe secilin vit të mandatit ton të ri, shpenzimet kapitale vjetore do t'i tejkalojnë 1 miliard euro. E për të pasur edhe efikasitet në shpenzim, do të bëjmë reformim të thellë të sistemit të prokurimit publik. E kjo reform do të siguroj pra procese transparente dhe konkurruese në mënyrë që t'jemi edhe më të mirë, edhe më të shpejt. Me që e kemi finalizuar regjistrimin e popullsisë, do të nisim një transformim të thellë dhe të qëndrueshëm për buxhetimin e komunave. Çdo komunë do të marrë financa sipas nevojave reale të popullsisë saj.
Granti i 4 do të zbatohet duke u integruar në këtë skemë të re dhe të përmirësuar të buxhetimit. Buxhetimi i bazuar në të dhëna të sakta mbi popullsinë do të sjellë një transformim të pakthyeshëm në përmirësimin e arsimit, shëndetësisë dhe infrastrukturës urbane e rurale, duke forcuar njëkohësisht edhe ujësjellsin edhe kanalizimin. Lojrat mesdhetare 2030 janë shtylla kryesore e transformimit të Kosovës në një epicentër sportive në rajon dhe më gjerë. Pallati i rinisë dhe sporteve, qendra e studentëve në Prishtinë do të kthehen që të dyja në hapësira moderne mikpritje. Qendra akuatike dhe pishinat gjysmë olimpike do të jenë themeli i zhvillimit dhe i cilësisë. Palestrat sportive do të modernizohen të gjitha sipas standardeve ndërkombëtare, do të realizohen gjithashtu infrastruktura e re për sportet olimpike, atletikën, tenisin, gjimnastikën dhe notin. E plani ynë për infrastrukturën e futbollit, duke përfshirë edhe stadiumin kombëtar dhe të gjitha stadiumet ekzistuese, është transformimi i plot i tyre dhe ndërtimi i të rejave. Andaj edhe kemi planifikuar investime me vlerë prej qerek miliardi, 250 milion euro. Në verën e vitit 2030, të dashur qytetar, në Kosovë do të vinë afër 5.000 sportistë dhe rreth 30.000 turistë të huaj për lojrat mesdhetare në Kosovë. Politikat tona do të vazhdojnë të forcojnë sportin i cili mbështetet në merit, llogaridhënie dhe integritet. Financimi i aktiviteteve sportive do të lidhet drejt për drejt me performancën, planifikimin dhe përgjegjësinë. Keqpërdorimi dhe favorizimi do të luftohen me zero tolerancë. Programi i ri i mbështetur fuqishëm nga qeveria do të përqendrohet në përkrahjen financiare të klubeve sportive, të vajzave dhe të klubeve të drejtuara nga vajzat. Kjo përfshin gjithçka, nga pagesat për trajnerët deri te subvencionimi i veçantë i këtyre klubeve. Sporti bashkohor, qysh e dim, kërkon ekspertizë shumë disiplinore. Për këtë do të forcojmë kapacitetet e federatave, klubeve dhe institucioneve përmes programeve të specializuara në menaxhim sportiv, shkencë sportive dhe mbështetje të sportistëve gjatë dhe pas karrierës së tyre. Trajnerët janë baza e cilësisë sportive. Do të standardizojmë licencimin, trajnimin dhe avancimin profesional të tyre përmes programeve shtetërore dhe bashkëpunimeve ndërkombëtare. Bashkë me Ministrinë e Arsimit, në mësimin gjithditor do të koordinojmë programin Sporti në shkolla dhe do të krijojmë hapësira publike për aktivitet fizik. Gjithashtu do të sigurojmë modernizimin e stadiumeve, palestrave dhe terreneve ekzistuese në gjithë vendin anëmbon, në përputhje me standardet ndërkombëtare, në mënyrë që sporti të jetë i qasshëm për qytetarë gjitha moshave, gjinive dhe komuniteteve. Arti dhe krijuesit të nderuar pranishëm kanë mbështetje të plotë dhe të vazhdueshme prej nesh. Synimi për mandatin e ri është zhvillimi i politikave të ekonomisë kreative. Sigurojmë dinjitet dhe mbrojtje sociale për krijuesit. Vendosim një kornizë ligjore të avancuar që njeh dhe mbron punëtorin e pavarur, forcon të drejtat e autorit, siguron monetizimin e drejtë pronësisë intelektuale dhe garanton konkurrencë të ndershme në treg. Mandati i ri vjen me një mekanizëm të ri, ndërsektorial, i cili bashkërendon dhe mbështet zhvillimin e industrive kreative Kosova krijon. Do të mbështesim ngritjen e kualitetit të produkteve kreative dhe nxisim eksportin krahas pjesëmarrjes në ngjarjet më të rëndësishme ndërkombëtare. Industritë kreative i konsiderojmë si motor për zhvillimin ekonomik dhe shoqëror. Për sektorin kreativ janë parashikuar për 4 vjeçarin e ardhshëm 200 milion euro investime.
Ky investim strategjik e bën vendin prodhuese, konkurrues në marketing, arkitektur, librin, artin skenik dhe vizual, dizajn industrial dhe mod, film, artizanat, videolojra dhe shërbime të teknologjisë së informacionit dhe të komunikimit. Do të themelohet rrjeti i kinemave publike në rajonet kryesore të Kosovës, duke bërë koordinimin, mbështetjen, por edhe hapjen e kinemave nga ndërmarrësia private. Për krijuesit dhe performuesit do të vazhdojmë mbështetja artistëve të pavarur dhe e ansambleve rezidente. Krijimtarinë artistike do ta lidhim ngushtë me tregun e punës, duke siguruar kompenzimin e duhur për prodhimet kulturore. Do të vazhdoj modernizimi i objekteve kulturore, duke i transformuar në qendra bashkëkohore, krijimi dhe ndërveprimi. Kur më afër nuk ka qenë realizimi i një projekti si teatri i operës dhe i baletit dhe muzeu i artit bashkëkohor. Ato do të bëhen pika referimi globale, duke ofruar hapësira të denja për krijimtari dhe bashkëpunime ndërkombëtare. Mandati i kaluar, siç e dim, u fokusua në shpëtimin e monumenteve. Në mandatin e ri për trashëgiminë kulturore do të kalojmë nga mbrojtja fizike në funksionalizim bashkëkohor. Monumentet do të vihen në shërbim të ekonomisë, komunitetit, turizmit. Arkeologjia do të mbetet prioritet i lartë përmes investimeve në gërmim, studim dhe menaxhim. Zonat arkeologjike do të vazhdojnë të jenë prona shtetërore. Qendrat historike do të rijetësohen në shërbim të turizmit në bashkëpunim me banorët dhe bizneset lokale. E mandati ynë që kishim të dashur qytetarë do të hyjë në histori, sepse është mandat kur janë bërë zbulime teje të rëndësishme arkeologjike. Për shembull, është zbuluar që qyteti i Prizrenit, kryeqyteti ynë kulturore historik, është 8 shekuj më i vjetër se që është pandehur më parë, dhe në anën tjetër, Ulpiana në periferi të Prishtinës është vendi në të cilën është zbuluar mbishkrimi Dardania në kuadër të një tempulli qytetës që perandori Justinian në shekullin e 6 ja ka bërë dhurat gruas së tij Teodora. Pra mbishkrimi Dardania në Justiniana Sekunda. Mëtej, programi për muzet do të zgjerohet në shumë komuna. Do të nisë puna konservuese në kullat e rezistencës brenda kompleksit memorial Adem Jashari në Prekaz. Trashëgimia shpirtërore do të dokumentohet dhe promovohet, duke u integruar në planet hapësinore dhe zhvillimore të vendit. E gjatë mandatit të ri, do të nisë edhe themelimi i muzeut të gjenocidit, ndërka që do të përfundoj memoriali i fëmijëve të vrarë gjatë luftës. Do të vazhdoj konservimi dhe restaurimi i objekteve të kulteve fetare, e programi i ri dhe intenziv do të mbështes zejet tradicionale në çdo qytet të Kosovës, duke regjistruar dhe vitalizuar artizanatin lokal. E kemi kaluar gjysmën e zotimeve. Krahas themelimit të Ministrisë për Vlerat e Luftës në mandatin e ri, do të vazhdojmë mbështetja institucionale për kategoritë e dala nga lufta. Programet tona do të forcojnë trajtimin dinjitoz, ruajtjen, dokumentimin dhe promovimin e trashëgimisë së luftës shqiptare, e bardhësisë së saj ushtrisë shqiptare të Kosovës, si dhe zhvillimin e mekanizmave shtetëror për kujtesën tonë kolektive. Do të vazhdojmë mbështetja institucionale dhe trajtimi dinjitoz
për viktimat civile të luftës dhe familjet e tyre. Pastaj, kjo të bëhet përmes forcimit për kujdesi shtetërore, ruajtjes së memorjes kolektive dhe dokumentimit të krimeve të kryera gjatë luftës në Kosovë, për çfarë e kemi një institut të jashtëzakonshëm tash e gati 3 vjet. Zbardhja e fatit të zhdukurve me dhunë nga regjimi Miloševićit do të mbetet obligim i pandalshëm shtetëror dhe kombëtar. Pas rikthimit të kësaj çështje në qendër të dialogut ndërkombëtar dhe shtimit të presionit institucional ndaj Serbisë për hapjen e arkivave, angazhimi ynë do të vazhdojë deri në ndryshimin e fatit të secilit zhdukur dhe vendosjen e drejtësisë për familjet e tyre. Vetingu në drejtësi është i domosdoshëm për reformim dhe për rikthimin e besimit në sistemin tonë drejtësisë. Prandaj do të vazhdojmë punën për gjetjen e mënyrës së jetësimit të tij. Në mandatin e ri do të vazhdojmë mbështetja për hetimin dhe gjykimin e krimeve të luftës, si dhe sjellja para drejtësisë e kriminalëve që zbatuan gjenocidin shtetëror të regjimit të Miloševićit. Krahas themelimit të byros për sekuestrimin dhe konfiskimin e pasurisë së pajustifikueshme dhe masave të tjera për forcimin e shtetit drejtës, çështjet si prona, trashëgimia, dhuna në familje, divorcet dhe alimentacioni nuk mund të presin dekadën për të zgjidhur. Familjet dhe problemet e tyre duhet të trajtohen shpejt dhe me efikasitet. Përgjigja jonë është themelimi i gjykatës për çështje familjare, e cila me prioritet do t'i trajtojë rastet të cilët qytetarët i adresojnë në gjykata. Do të digitalizohet rrënjësisht sistemi i drejtësisë, nga dorëzimi online i padisë deri te zgjidhja e saj. Proceset që aktualisht zgjasin deri në 5 vjet për kontestet administrative të zëmë, por edhe ato civile, komerciale, që besa dhe penale, do të bëhen më shpejta dhe transparente. E njëjta qasje do të zbatohet edhe në nivelin e apelit dhe gjykatës supreme. Kjo kursen edhe kohë, edhe para, edhe energji, edhe nerva për çdo familje. Do të themelohet prokuroria e re, e specializuar për çështjet e krimit organizuar dhe të korrupsionit. Nuk ka asgjë më të rëndësishme për drejtësinë se të sigurohet që institucioni i hetimit është në nivel të detyrës përballë rrjeteve kriminale të organizuara kundër shtetit dhe rendit kushtetues e ligjor. Zyra për hetime disiplinore do të ketë një strukturë të re që garanton balans dhe kontroll efektiv ndërmjet pushteteve. Duhet rritur llogaridhënia e Këshillit Gjyqësor të Kosovës dhe të Këshillit Prokurorial të Kosovës për veprimet e tyre. Zyra do të trajtojë ankesat dhe pretendimet për sjellje të papërshtatshme nga gjyqtarët dhe prokurorët. Procesi disiplinor mund të iniciohet edhe ex officio, sipas detyrës zyrtare. Zyra do t'i mbledh provat dhe do t'i paraqes çështjet përpara komisioneve disiplinore të KGK-s dhe KPK-s. Gjatë mandatit të ri do të vijojmë punën për rend dhe ligj në gjithë vendin pa kompromis, e krahas luftës kundër krimit të organizuar, siguria rrugore, siguria në shkolla dhe policimi në komunitet do të jenë prioritet i mandatit të ri. Do të vazhdojmë mbështetje policisë dhe institucioneve të sigurisë me pajisje të specializuara dhe bashkohore. Do të rrisim investimet në shkollimin, trajnimin profesional dhe specializimin e zyrtarëve policor, si në vend ashtu edhe jashti. Po ashtu do të vazhdoj pajisja e policisë me armatim bashkohor dhe adekuat në shërbim të rendit publik dhe të sigurisë. Do të transformohen tërësisht stacionet policore në gjithë vendet, për të krijuar kushte dinjitoze pune për zyrtarët policor dhe shërbime me cilësi të lartë për qytetarët. E nisëm punën për programin e pensionimit të parakohshëm të shkallëzuar sipas moshës dhe profileve,
Për këtë qëllim të nderuar pranishëm, do të themelohet edhe fondi i financimit. Faza e parë do të nisë nga mosha 63 vjeç, duke u ulur vit pas viti deri në 55 vjeç. Natyrisht për ata që duan të pensionohen, për çfarë ne nuk e inkurajojmë askënd. Sistemi i gradave në Policinë e Kosovës do të përmirësohet rrënjësisht me datë 26 qershor, pra pas nesër një muaj, me 26 qershor si vjet. Për herë të parë policëve që gjatë 10 viteve të fundit nuk ju është dhënë mundësia për gradim sipas meritës, do t'ju krijohen kushtet për të aplikuar dhe testuar për 2 grada një herëzi. E proceset e tjera do të pasojnë gjatë mandatit. Gjithashtu, me qëllim të mbështetjes së vajzave dhe grave në polici, si dhe avancimit të tyre do të mundësohet organizimi i procedurave të veçanta të gradimit. Po e avancojmë njësinë e dronëve dhe të antidronëve, kështu forcojmë bikëqyrjen dhe gatishmërinë për të përballur me format e reja të rreziqeve të sigurisë. Vendi do të ketë kufi të sigurt dhe të menaxhuar me teknologjitë më të avancuara. Qendra kombëtare për menaxhimin e kufirit do të modernizohet për të garantuar sigurinë, për të lehtësuar qarkullimin e mallrave dhe njerëzve dhe për të parandaluar aktivitetet kriminale. Gjatë këtij viti do të inicijohet nisma ligjore dhe do të themelohet Gjandarmeria e Republikës Kosovës. Gjandarmeria e Republikës Kosovës është një prej prioriteteve të qeverisë suaj, qeverisë tonë për forcimin e kapaciteteve shtetërore të sigurisë. Misioni i saj do të jetë mbrojtja e sovranitetit dhe integritetit territorial të Republikës Kosovës. Përmes sigurimit kufive, luftimit të terrorizmit, menaxhimit të situatave me rrezikshmëri të lartë dhe mbrojtjes së infrastrukturës kritike dhe objekteve strategjike të vendit tonë. Për ushtrinë tonë, gjatë 4 viteve të ardhshme do të ndajmë mbi 1 miliard euro, duke siguruar fuqizim, pajisje moderne dhe trajnime të avancuara për forcën tonë të armatosur. Do të thellojmë dhe zgjerojmë bashkëpunimin ndërkombëtar, si bilateral ashtu edhe multilateral, me shtetet anëtare të NATO-s. Me arritjet që ka ushtria jonë, është koha të përshpejtojmë përgatitjet për antarësim në Aleancën Veriatlantike. Gjatë mandatit të ri, do të zhvillohet industria ushtarake Made in Kosova. Fokus do të kemi në prodhimin e dronëve ushtarak dhe teknologjive të avancuara për rritjen e kapaciteteve mbrojtëse dhe gatishmërisë për misionet bashkëkohore. Brenda këtij viti, pra 2026, do të nisë prodhimi i municionit në Kosovë, ndërsa tashmë është finalizuar zhvillimi i robotëve të parë dhe po punohet për fillimin e prodhimit edhe të pajisjeve të tjera ushtarake të teknologjisë së lartë. Kështu e forcojmë industrinë vendore të mbrojtjes dhe vetëqëndrueshmërinë tonë shtetërore. Fuqizimi i ushtrisë do të vijojë përmes blerjeve të sistemeve të ndryshme të armatimit, stërvitjes dhe edukimit brenda vendit, në bashkëpunim me Shqipërinë dhe në akademitë më të shquara ushtarake të vendeve partnere. Do të krijojmë njësinë ushtarake të përbashkët me forcat e armatosura të Republikës së Shqipërisë. Së bashku do të nisim Së bashku do të nisim programin e fuzionimit për edukimin ushtarak dhe bashkëprodhimin e pajisjeve dhe sistemeve të armatimit. Regrutimi i kadetëve të ri do të vazhdojë me ritëm të shtuar, synojmë që brenda mandatit të ri të kemi 1000 gra dhe vajza ushtarake, oficere dhe ushtare, duke përforcuar pjesëmarrjen në ushtri.
Programi i mbrojtjes gjithëpërfshirëse do të zbatohet në gjithë vendin. Kjo do të thotë që secili qytetar në rast të konfliktit të armatosur ose në rast të fatkeqësive natyrore do ta di edhe vendin edhe funksionin në atë situatë. Dhe secili rezervist vullnetar do ta ketë trajnimin adekuat dhe armatimin personal të nevojshëm për rastet nevojat e mobilizimit. Do të mundësojmë kalimin e profesionistëve ushtarak nga Mërgata me origjinë që janë nga Kosova, që shërbejnë në ushtrit e vendeve aleate të vinë në forcën e sigurisë të Kosovës. Të njëjtën mundësi do ta kenë edhe profesionistët ushtarak nga Shqipëria. Do të forcojmë mëtej marrëdhëniet strategjike të vendit me partnerët ndërkombëtar dhe do të sigurojmë një ushtri moderne, të aftë dhe profesionale, të gatshme për të gjitha sfidat e sigurisë. Do të dyfishojmë rrjetin e atasheve të mbrojtjes dhe do të zgjerojmë numrin e shteteve partnere me të cilët nënshkruajmë marrëveshje SOFA, duke na afruar drejt antarësimit të plotë në NATO. Do të zgjerojmë dhe thellojmë marrëdhënie dypalëshe edhe me shtetet mosnjohëse, veçanërisht ato që janë anëtare pjesë e NATO-s, Bashkimit Evropian dhe Këshillit të Evropës. Synojmë drejtimin e së paku një nisme rajonale dhe organizimin e konferencave dhe samiteve të rëndësishme në kuadër të integrimit të 6 shteteve të Ballkanit Perëndimor në Bashkimin Evropian. Fuqizimi i pasaportës Republikës Kosovës në të gjitha kontinentet është gjithashtu ndër prioritetet tona kryesore. Do të punojmë për marrëveshje dypalëshe për lirimin nga regjimi i vizave edhe me vendet e tjera, kështu krijojmë mundësi të reja ekonomike, tregtare, kulturore dhe arsimore për qytetarët. Do të fuqizojmë kapacitetet e shërbimit diplomatik dhe të Ministrisë Punëve të Jashtme e Diasporës për të luftuar dezinformimin i cili gjenerohet dhe shpërndahet nga vendet autoritare në rajon, Evropë dhe kontinente tjera. Do të hapim mëtej Ministrinë e Punëve të Jashtme të Diasporës dhe shërbimin ton anëmban diplomatik për kuadrat e reja të vendit e sidomos të Mërgatës tonë. Agjencia e re për investime dhe eksport, Kosova Invest, së bashku me rrjetin e atasheve ekonomik dhe tregtar, do të ndihmoj në rritjen e investimeve të jashtme, si dhe gjetjen e tregjeve të reja për eksportin e prodhimeve vendore. Njëjtë do të veprojmë me rrjetin e atasheve kulturor për promovimin e artit dhe të kulturës vendit tonë, duke krijuar mundësi të reja për artistët dhe studentët e artit. Marrja e statusit të vendit kandidat në Bashkimin Evropian do të mbetet një nga angazhimet tona kyçe. Me 15 dhjetor 2022 në Prag të Republikës Çeke, zyrtarisht patëm dorëzuar aplikimin për antarësim në Bashkimin Evropian me synim për marrjen e statusit të vendit kandidat. Synimi ynë është që deri në vitin 2030 Kosova të ketë përmbyllur me sukses të gjithë kapitujt nga procesi i integrimit dhe të avancoj në negociatat për antarësim në Bashkimin Evropian, e kjo padyshim që do të na ndihmoj jashtëzakonisht shumë në reformën e sistemit të drejtësisë, në reformën arsimore, shëndetësore dhe në veçanti në reformën e administratës publike e të zhvillimit ekonomik tonë në përgjithësi si sektorit privat, po ashtu edhe atij publik. Të dashur qytetar, e kam pas edhe një faqe tjetër, nuk po e di ku më kam bet me zotime, por edhe nëse nuk është e shtypur këtu, është atje në kompjuter kur është shkru. E atë faqen me ato zotimet që si kam sonte, do ta themi në tubimet për gjatë tyre 2 javëve, drejt 7 qershorit, por duhet të sigurohemi që
secili qytetari i Republikës, të gjithë ju me familje të farifisin, me shok, dashamirët, kushërit e afërt e të largët, ta ushtroni të drejtën, ta shfrytëzoni mundësinë për të votuar për një fitore edhe më të madhe, sepse kur 51.1% nuk jenë mjaft, atëhere besojme, shpresojme, urojmë që 60% e më shumë do t'jenë mjaft dhe ai inati i bllokut opozitor nga viti i kaluar, i cili është zbehur në këtë vit, do të fashitet plotësisht pas zgjedhjeve të Rodhës. E ne dëshirojmë që qytetari të jetë aktiv, sepse ne duam që shteti të jetë aktiv. Një shtet i cili është pjesëmarrës dhe i barabartë në gjitha nismat rajonale. Të angazhohemi për integrim të plot në tregun e përbashkët rajonal dhe zbatimin e gjitha obligimeve të cilat dalin nga procesi i Berlinit. Kosova do të jetë plotësisht e harmonizuar me politikën e përbashkët të jashtme të sigurisë Bashkimit Evropian, edhe gjatë mandatit tonë të ri, e plani i zgjerimit të Bashkimit Evropian paraqet një mundësi të shkëlqyer për shpejtimin e reformave tona për integrim evropian. Tash, agenda e reformave për vitet 2025-2028 do t'jetë prioriteti ynë për të përfituar sa më shumë fonde nga Bashkimi Evropian dhe për parafrim të plot me tregun e brendshëm të Bashkimit Evropian. Lirisht uluni. Si demokracia më avancuar në rajon, si demokracia më e avancuar në rajon me rritje ekonomike solide, plotësisht e harmonizuar me politikën e jashtme të Bashkimit Evropian, e në aleancë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, vizioni ynë të dashur qytetar është ta përgatisim vendin për t'i bërë boll çdo ngjarje a konkurrence, çdo situate apo pengese, secilës vështirësi apo çfarë do sfide në rajon dhe më gjë. Të nderuar pranishëm, këto pra janë zotimet tona, është rëndësisë veçantë që këto zotime t'ua tregojmë në shtëpi secilit. Për to na duhet ndihma dhe përkrahja juaj me angazhim paraprag dhe me votë me 7 qershor. Na duhet punojmë që ta zgjerojmë përkrahjen. Mbështetjen ekzistuese ta bëjmë më të madhe. E kështu mundemi t'i kthejmë këto zotime në një aksion dinamik të gjithanshëm. Ne duam ta thellojmë progresin, ta zgjerojmë solidaritetin, ta forcojmë drejtësinë dhe duam ta lartësojmë shtetin tonë. Nuk janë të pakt. Fatkeqësisht nuk janë të pakt. Nuk janë të pakt ata që duan ta ndalin këtë aksion të madh, transformues e progresiv e progresist. A do t'i lejoj? Unë kam besim dhe shpresë që ju nuk do të lejoni të ndodhë kjo. Unë të dashur qytetar të Republikës, jam i vullnetshëm, e interesuar dhe ma shumë se i gatshëm të mos e ndalë punën në asnjë rrethon, sepse ne gjithë jemi të vendosur për ta bërë shtetin që shërben për krejt. Andaj edhe pres që të përcaktohemi krejt për shtet. Shtetin ton, Kosovën ton, sepse është shtet për krejt për popullin ton. Ju faleminderit shumë për pjesëmarrjen sonte, për mbështetjen e vazhdueshme, për vëmendjen në këtë tubim madhështor
dhe miru pofshim në takime, tubime, aktivitete drejt 7 qershorit, kur do të votojmë bashkë, do të fitojmë bashkë, e do të festojmë bashkë edhe më shumë se me 28 dhjetor 2025.